Mirëmëngjes nga Krusha e Madhe. Jemi sot datën e 27 janarit. Sot shënohet 36 vjetori demonstratave për liri dhe demokraci, ku në Brestov Stravecit kanë ra 4 dëshmor. Halim Hoti nga Krusha e Madhe, Nesemi Elshani nga Nagovci, Lmi Krasniqi nga Hoqa, e vogël dhe Agron Fetahu nga Celina. Në atë demonstrat janë plagos edhe 19 të tjerë, dërsa në 2 vjetorin Ushin Hoti gjatë homazhve prap hasin kordonin e milicisë të tjershme serbe, edhe serbët e bojnë një vi, thënë kjo vija vdekjes nëse e kaloni. Ushin Hoti thotë rrugën e lirisë dhe demokracisë mundeni me ndalë. Në atë rast plagosët Gafur Hoti, i cili është vrarë pastaj në masakrën e Krushës. Që të sot jemi 36 vite pas. Nesemi Elshani ka qenë i Shqipërgosën, djali ka lind në muajin nëntor, domethënë 3 muaj para rënies dëshmor, edhe emrin ja kalon nëntor. Ndërsa Halim Hotit i ka lind djalë 6 muaj pas rënies dëshmor, e ka emrin Halim të babas. Domethënë populli shqiptar është i mbushur me histori, edhe jo çka është e dhimbshme sot, nuk e kem as nëntorin as Halimin, pasi dytë kanë përfunduar në Gërbet. Tash do bëjmë homazhe, këtu e kema kryetarin e fshatit Selami Hotin. Homazhe këtu e kema Shqipqet Gashi, nish veprimtar i Burgosën, shoki i Nesemiut. Tash e përshëndes djalin e Halimit, i cili ka lind 6 muaj pas rënies të Halimit dëshmor. Po fatin sot e ka në Gërbet me jetu, edhe nëntori po ashtu djali Nesemi Elshanit ka 3 muaj ka pas ku ka rënë Nesemi dëshmor. E pastaj në masakër të Krushës është vrarë edhe baba i Halimit, Basamalush. Populli janë ka shumë ngjarje me bërë romane, filma, histori të ndryshme. Këtu kemë bashkëfshatare, kemë edhe Milaimin, autorin e masakrës të Krushës, e shumë tjerë. Erdhe Andin Hoti, djali Basuzuku Ushin Hotit. Mirëmëngjesi, edhe secilit veç e veç faleminderit që jeni ardhur sot këtu me ndëru jetën, gjithësisht veprën dhe rënien e Halim Hotit nga Krusha, i cili bashkë me Bacen Hilmin nga Hoqa e vogël, me Agron nga Celina, të prirë nga Nesemi Elshani, i cili ishte edhe më herët në organizime të kohëra dhe për qirimin e Atheut, frymëzum nga shumë patriot të popullit të kombit në përgjithësi në ato kohëra, dhe me frymëzime për kraje të profesorit Ushin Hoti, u nisën nga Krusha, nga fshatrat e tjera, për të kundërshtuar gjitha ato veprime të cilat jo ligjërisht, padrejtësisht bëheshin ndaj popullit shqiptar. Pra, sot jemi këtu për të i nderu dëshmorët e demokracisë, siç i patë quajtur atëherë që në fakt edhe ishin, i patë quajtur profesori Ushin Hoti. Pra, fillimisht, në nderim të jetës dhe veprës tyre, u ftoj të gjithëve që të qëndrojmë 1 minutë të heshtër. Lavdi. Si që dini nga këtu, gjithë bashkë do të shkojmë
tek vendi i rënjes në Brestoc, te laku i Brestocit aty ku edhe u vu prita ndaj këtyre burrave, ndaj vajzave, djemve, të cilët akoma sot jetojnë me plagë në trup. Akoma sot i kujtojmë edhe gjithë ata të cilët morën je vetëm ato plagë të kohës, ku më pas edhe u vranë përsëri nga Serbia gjatë luftës Marsit 99 në Turqi, sigurisht që është rasti i Gafur Hotit. Po kalojnë gati 4 dekada, sot është 36 vjetori i rënjes së tyre, por ne që i kemi njohur për safërmi, do t'i kujtojmë ashtu siç ishin, njerëz të mirë, njerëz të thjeshtë, njerëz punëtor, familjar me profile të ndryshme, por që falë tyne dhe shumë të tjerëve, dëshmorëve, martirëve, e gjithë atyre kontributësve që kanë vepruar në për dekada, ne sot e gëzojmë lirinë, lidhemi, të bohemi dhe i respektojmë. Ka shumë për të folë, po ajo pjesa folore është në atje të vendit. Gjithsesi sot këtu me ne e kemi edhe Andin Hotin, i cili zyrtarisht akoma është kryetari i Komisionit Qeveritar për persona të kidnapuar dhe të zhdukur të dhunshëm, bashkë me ekipën e tij, me ushtërimin Gjocajnë dhe me Halilin, Gajen Halil, se na jemi mësuar i thonë daj, kështu që këtu jemi të gjithë familjarë, miq e shoq. Andaj për një fjalë rasti, para se t'i vendosim lulet, i kisha ftuar dikush, kushdo që doni, ishte edhe Shevçeti, bashkë punëtori i tyre, Shevçet Gashin nga Sapniqi, por edhe ju gjithë të tjerë dhondër nga Rudi, e të gjitha familjet që jeni, nëse keni dikush për të folë në i gjame me vokunde i kujtim të atyne ditëve gjithësisht, por edhe për vetë Halimin, urdonin ndjevni të lirë, pasi që edhe kemi kohë, po edhe të respektuam familjarë të dëshmorëve, invalid dhe veteran të luftës, familja e Halim Hotit, familja e Nesemis, familja e Agronit, familja e Titarës. Sot të fakt nuk jemi këtu veç për të kujtu 4 emra, por sot jemi këtu për të filluar para një dite që ka dhënë formë lirisë. Ose si që ka thonë babi, këta 4 persona e kanë dëgju zërin brenda shpirtit e tyre që i ka dhënë urdhër bëje ose vdis për ta vrarë vdekjen. Këta i kanë dhënë formë lirisë, këta kanë shtru rrugën e lirisë për cilën ne sot e gëzojmë. Uroj dhe shpresoj që ne sot të dim ta mbajmë me nder, dim mos të harrojmë sakrificën e gjithë këtyre që kanë dhënë që ne sot jemi të lirë, dhe dim ta zhvillojmë shtetin ashtu siç edhe kanë trazu rrugën dëshmorët dhe herojët e kombit tanë. Lavdi gjithë tanë. Faleminderit Andin. Patjetër se ka shumë për të thënë, patjetër se historia do t'i shkruaj me shënjatarta, jo vetëm ta emra, por edhe gjitha ta emrat e tjerë të cilët kanë kontribuar në veçanti në forma dhe në periudha të ndryshme. Ne jemi përjetësisht mirënjohës dhe ju përkulemi deri në brez të gjitha tyre për të bëmat e tyre, dhe njëkohësisht sigur se edhe gjithmonë që e kemi dhënë porosin nga Krusha, kërkojmë nga i tanë populli, po edhe nga politika, qofshin ato ditore apo më madhore, që të punojnë bashkë, të bëhen bashkë, të mos na fusin përçarje mes vete, sepse jemi aq të vegjël sa vetëm bashkimi dhe dorë për dorë mundemi me shpëtu në këto 4 hura, sidomos tani të politikave të mëdha globale. Të gjithë atyre dhe njëherë lavdi, juve se cilin veç e veç të ju nis nga majtja ime drejtori i shkollës Rozard Veseli, ekonomista, profesor, miq, shok nga Hasi, Gaj, Nipa, ju të ndërun që jeni bashkë me ne që nga pas lufta për çështjen e të zhdukurve që akoma na mundon në Krushën e veçanti,
ju të mbijetum të luftës së cilit veç e veç, ju ardhmëria e venit, vajza mësoni sa të mundeni se në boni krenar dhe në ndihemi krenar, profesor, mësus e të gjithë, kushdo që jeni, faleminderit së cilit veç e veç, uroj që tani tutje të kemi vetëm të mira. Faleminderit edhe njëherë, edhe juftoj të gjithë dhe bashkë të i vendosim kurorat me lula, edhe pastaj bëni kujdes rrugës për në Brestoc, edhe shifemi gjithë atje kuptohet kush mundet më ardhë. Edhe njëherë, faleminderit, respekt. Hajdeni gjithë bashkë, hajdeni. Ska lidhe, qite që është, mirë kështu. Gjalli shko dhe pak ma netis. Gjalli ti vajzë pakës, është. Po marrë në Krushë, tash do vazhdojmë në Brestoc, ku takohemi gjithë atje. As në tu moj ora e shqiptaris, që janë këta Krush, oh për ku janë nis, mes të dimrit e që ne kanë lidhë në vallë, e janë nis o prej Krushës madhe. Që nuk pysin motin, vale kanë more u këshin hotin, në Brestocën pritet hasmit janë ra, për balët bushve me gjokset kalja. Plak, nëse mi e lshani, gjokë si tashtë ndezë flak, ma fshin e gjaku në syve, du me të pa, trupe sa pluma, ty vëllate kanë ra. Tash arritëm në Brestoc, koha mirë edhe pse jemi në dimër, ka shumë njerëz, si që shikoni makina plot. Edhe pse kanë kalu 36 vite, ka dëshmitar të kohës si gjenerat. Kanë qenë pjesëmarrë këtë demonstrat madhe. Këtu është lapidari, që si herë pas këma dhe në vetin, dhe të kënë. Këtu vjen dhe uk, bëllaj e dronit. Kjo djali madh, djali motit dashmorit.
Sa veta ishi ju Bestosi? Bestosi në Pyrone dhe Shqiptarë. Dhe këtë ditjet në Pyrës nga Uqarmove, Angarhoti nga Kuqarmove, Uqarmove dhe Lamuri nga Kuqarmove. gjithë ishit kësaj Po, rrethine. gjithë se rrethine. E shinin lajmet rreth do me thonë Mirveti është duke intervistu në bjetun të plagosës sa kanë qenë. Ka pas nga Krusha, plagosë, ka pas nga Hoqa, nga Nagofsi, dhe gjithë kjo rësim. Ranë invalid luftës, veprimtar çështjes kombëtare, shumë të respektuar dhe të vlerësuar familjar të dëshmorëve heronjve të kombit, Nesimi Elshoni, Ilmi Krasniqi, Agron Fetohu e Ali Moti. Jemi sot këtu për të sotën herë në këtë vend ku me 27 janar vitit 1990 rënë për të mos vdekur kur djemë ton, gura ton, njerëzit cilë ishin nisur në rrugtimin e lirisë vetëdijshëm, duke e ditur se rreziqet e paparashikuara kishin para vetes, por megjithatë ishte ideali i madh i lirisë që ju udhëheqte në rrugtimin e tyre advetor. Prandaj ata u nisën për të protestuar, për të kërkuar të drejtat legjitime të popullit shqiptar për të jetuar të lirë dhe të pavarur. Pikërisht në këtë vend, njësitë speciale të policisë serbe hapen zjarr dhe vronë 4 djemë tonë, 4 burra tonë, duke plagosur 19 të tjerë. Ishte një tragjedi e madhe, ishte një humbje e madhe për ne, sidomos për pjesën që ishte angazhuar në lëvizjen ilegal në atë kohë, duke e ditur se Nesimi Elshoni ishte një nga udhëheqësit shpirtëror të asaj lëvizje në komunën Rovecit dhe Mëgjer, kështu që kjo humbje ishte vërtet e madhe e pa kompenzueshme, por gjithsesi një burr ra dhe një hero u ngrit. Kështu që ai u bë frymëzim për brezat që erdhën më pas. Fillimisht për të nderuar kujtimin për heroin ton, ju lus që të qëndrojmë 1 minutë në heshtje. Lavdi. Sigurisht ne kemi shumë për të thënë sepse historia jonë ka qenë e tillë, e ngarkuar me shumë ngjarje të rënda, tragjike, dëmshme dhe secili prej nesh në atë periudhë që ka jetuar atë kohë është historinë vetë. Dita zbardhi në liri, sa më djeg molli për ty, sa pranvera shkojnë e vinë, te kujtoj me mallën e gjim. Edhe lulkuqet mot mas motim, për ty qeni nuk shinë hodim. Me shilqim rinë gjithë drejt qiellit, për ty lajmin presin e presin. Reze djeli dritën dalinin, Perëndi ku e kem djalin, djalin e madh të fisit hotit, as tërnim të kastriotit. Reze djeli dritën dalinim, Perëndi ku e kem djalin, djalin e madh të fisit hotit, as tërnim të kastriotit.
për burgje që shtrënguan, në prangat e praniguan, me tortura pa me shirë, me të ndar fjallën e lirë. Po a thua ta se dinin që u kshini skorit fisin, i thret drites e liris, te aj djepi Dardanis. Ku je drita e vonuar, e adleut e coptuar, to kesar brite robruar, në përsheku je glabëruar. Ku je drita e vonuar, e adleut e coptuar, to kesar brite bekuar, në përsheku je glabëruar.